Ish banorja e Big Brother VIP 4, Egli Tako ka bërë një reagim shumë të gjatë në Instastory. Uroj që ky reagim i imi i kërkuar aq shumë prej jush, t'ju ketë gjetur mirë ju dhe gjithë familjarët tuaj. Faleminderit nga zemra që keni shprehur këtë shqetësim masiv për gjendjen time, ju detyrohem shumë. Dua ta nis duke ju thënë se ndihem e trishtuar dhe e ngarkuar emocionalisht, por nuk ndodhem në asnjë spital psikiatrik apo asgjë e ngjashme me këtë të fundit. Kam shumë njerëz pranë vetes që po investohen me gjithçka kanë, që unë të rimbledh forcat për ta dashur veten shumë. Faleminderit Zot. Kjo çfarë po ndaj me ju sot, është një ndjesi nga shpirti e fjalë që vazhdimisht i kam shprehur edhe brenda shtëpisë, por ndoshta duke mos i bërtitur fort, nuk kanë mundur të dëgjohen mjaftueshëm. Fatkeqësia e narrativës së historisë son, nëse me lejoni ta quaj të tillë, mediatikisht mendoj se ishte fakti që nuk ju dha zë, të paktën mjaftueshëm pamjeve ku edhe mua me citoheshin fjalime. Qasje romantike e konfirmime se një ndjenje ka lindur, se ka një vlerësim, tërheqje e pëlqim, se sheh një perspektive deri tek ajo e gruas në të ardhmen, se s'mund të qëndronte dot larg meje e saj sa të tjera, siç vetëm një partner ose dikush në këtë tentativë mund të drejtohet. Puthje, ledhatime, përqafime, prekje të embla e çdo lloj kontakti qoftë edhe nëpërmjet syve, siç një njeri i përfshirë në ndjenja bën, e që kanë një peshë të madhe përballë dikujt që ndjen për ty. Të japin shpresë. Nuk mendoj se ka vlerë të flas dhe për sekuencat ku sa herë unë distancohesha e mbaja qëndrim, rente pas meje duke më thënë se s'qëndronte dot larg meje, duke ma bërë të pamundur t'i qëndroja gjatë stoike, pasi zemra. Amplifikimi e ndjenjat me bënin të thyesha para tij e ta përqafoja, duke e justifikuar me faktin se shumë veprime i bënte për të mbajtur aktive lojën e tij, dhe këtë sado që lëndon e mirë kuptoj. Unë nuk mundem dot t'i lexoj ndjenjat, por veprimet i kam lexuar si të tilla, të sinqerta. Për këtë arsye zgjodha të qëndroja e vërtet në ndjenjat e mia, të luftoja për të e të mos i mohoja siç edhe vet ai më kërkonte të beja. U përpoqa shumë të kuptoja lojën e tij strategjike me pjesën tjetër të shtëpisë, qoftë edhe kur ajo lojë cënonte respektin ndaj vetes sime. U shqetësova dhe kujdesa me shumë për dike tjetër dhe emrin e tij aty brenda, se për veten, sepse e tillë jam unë kur e dua dikë. Ose me sakt, e tillë kam qenë e shpresoj shumë të kem marrë një mësim këtë herë, sepse askush nuk duhet vënë para vetes. Në fund lëndohesh ti dhe vetëm ti si një njeri që bën shumë për të tjerët, deri në vetmohin, tërheq narcisizmin drejt meje, e kundërta jote të tërheq. S'është hera e parë që më ndodh, ndaj dhe jam shprehur që disa tipare më kujtojnë dikë në të kaluarën time pa patur dëshirë të jap më shumë detaje, sepse siç kam thënë, dua që të flas për të mirat e të keqijat ti mbaj për veten time. Por këtë më duhet ta sqaroja. Unë jam më mirë, çdo ditë që kalon ma bën pak më të qartë panoramën dhe mbi të gjitha nuk dua të lëndoj më familjen dhe veten time. Vazhdoj të kem ndjenja, nuk mundem dot t'i fik me buton. Por të qenurit në distancë më bën ta kem më të ftohtë realitetin dhe të jem më pak e ndikuar emocionalisht nga prezenca 24/7, që deri në momentin e daljes ishte e pamundur ta shmangia. Më ndikonte shumë emocionalisht. Malli është më i menaxhueshëm për mua se sa prezenca. Po merrem ngadalë me veten time për t'u ngritur më e fortë. Për të gjithë momentet tona të bukura që më bën të përjetoja lumturi dhe ndjenja të forta, i them faleminderit me gjithë zemër. Për sa kohë ai dhe vetëm ai në ndërgjegje e di të vërtetën e kësaj historie dhe ka zgjedhur të deklarohet se asnjëherë s'do mundeshim të kishim një relacion romantik, mendoj se nuk kam arsye ta takoj jashtë shtëpisë, të paktën për një diskutim të këtij lloji. Unë isha bërë e tepërt në optikën e tij, e po më thuaj shpesh fraza, o unë o ti në këtë shtëpi. Po ma bën të pamundur të qëndroj këtu, po më prish lojën time për të cilën kam sakrifikuar etje. Unë isha bërë e tepërt në optikën e tij, e po më thuaj shpesh fraza, o unë o ti në këtë shtëpi. Po ma bën të pamundur të qëndroj këtu, po më prish lojën time për të cilën kam sakrifikuar etje. Për një njeri që shkateron lojën dhe veten, për të mbrojtur e luftuar për lojën e dikujt tjetër, është dëshpëruese të dëgjoje këto fjalë. Nuk e përballoja dot me këtë si akuzë dhe shumë veprime të tjera kontradiktore, ndaj dhe arrita në pikën ku rrugëtimi im të ndërpritej. Uroj me gjithë zemër që tani që nuk jam, të mundet të bëj lojën të cilën unë po ja prishja, sepse nuk dua të jem kurrë pengesa. Nëse dinamika do të jetë e tillë, patjetër që vazhdoj të jem koherente në deklaratën time se ai meriton ta fitoj këtë edicion. Si lojtari më i larmishëm dhe me qëllim të qartë brenda asaj shtëpie.
por edhe si njeriu që pati aftësinë të më fitoje zemrën dhe besimin dhe me dha emocion, puthje, të qeshura e të qara. Më beri ta haroja që isha pjesë e një loje dhe shtëpie ku po përshtatesha me vështirësi, e ta doja atë vend. Kemi ndar pjatën dhe shtratin së bashku dhe nga ana ime nuk do përçmohet asnjëherë. Zgjedh ta mbaj mend për mirë, e të lëkohen e Zotin të ndaj hallalin dhe haramin. Faleminderit nga shpirti për gjithë dashurinë dhe vlerësimin tuaj. E juaja, Egli, shkruan Egli në Instastory.